Okej, tani kemi një rrugë diku te 13 minuta, parkuam diku ku mundeshim sepse parkimi këtu në Valeta është shumë busy, kështu që duhet të parkonim diku më larg. Do shkojmë në një restorant italian që quhet El Ristorante Italian. Dhe mezi po presim që ta ham, kemi shumë kohë që s'kemi ngrënë që në drek dhe tani është ora gati 8 ose 9. Na ka marrë shumë uria. Në për rrugë të Valetës ka kroqes kaq të mëdha. Dhe ky më tha që fluturojnë dhe mund të kafshojnë. Nuk e di nëse u tall, po unë po them ç'a më than. Se kisa të vërteta janë. Kanë filluar fishek zjarret, sepse unë nuk e di, po këtu çdo ditë këta hedhin fishek zjarre. Kështu që do shikojmë, ka shumë mundësi të shikojmë fishek zjarre. Nice. Sa madhështore. Është shumë e madhe, duket si e vogël, po është shumë e madhe. Që nga shumë interesante. Që kanë 3 burra që po mbajnë atë.